Nisin punimet për parkun Dua të Luaj, një hapësirë moderne rekreative që do të shërbejë fëmijëve dhe familjet të Shkodrës, duke sjellë një standard të mirëfillt evropian në jetën e përditshme. Ky projekt integron fusha sportive dhe këndë lojrash në një mjedis të sigurt, funksional dhe bashkëkohor. Ky është një kompleks sportiv, nuk është thjesht një park, dhe kompleksi parashikon aktivitete për të gjitha grup moshat, që nga lodrat argëtuese për fëmijët e moshave më të vogla, tek fusha sportive të disa llojeve, futboll, volejboll, basketboll. Kemi dhe këndin për moshën e tretë, me qëllim që kur sjellim fëmijën për të pushuar të kenë dhe momentin e tyre të aktivitetit. Gjithashtu ka dhe të gjitha është pajisur me gjitha shërbimet e nevojshme për një park të tillë, që nga parkimi, shërbimet e restauracionit, shërbimet e dusheve, tualeteve, dhomave të zhveshjeve, duke e kthyer të gjithën në një park funksional ashtu siç ju e thatë, që është një park qyteti, nuk është një park lagje. Kemi disa vite tashmë që nëpërmjet Fondit Shqiptar Zhvillimit jemi duke investuar në një projekt kombëtar, projektin Dua të Luaj, që konsiston pikërisht në krijimin e sipërfaqeve brenda qyteteve kryesore, dedikuar parqeve të lojrave edhe këndeve shklotëse për fëmijët, por dhe prindrit e tyre. Është një lajm shumë i mirë për Shkodrën. Parqet për fëmijë ka qenë një mungesë e qytetit prej shumë viteve. Mendoj se është një nga pozicionet më të mira dhe ka hapësirën e nevojshme për të bërë një park. Ne konsideroj gjithmonë Shkodrën si një qytet për fëmijët, për rinin, edhe besoj se kjo është hapi i parë drejt një qyteti miqësor me rinin dhe me fëmijët. Një hapësirë e re që krijon mundësi për aktivitete sportive, sociale dhe kulturore, duke përmirësuar cilësinë e jetës dhe duke forcuar përfshirjen në komunitet.